Si duhet të bëjmë iftar? Po, në iftar ne kemi dy pozicione. E para, atë që përmenda në fillim të emisionit, kujdesin e anviseve, grave tona, nonave tona, motrave tona, bijave tona, që bëjnë një iftar të begatshëm, me lloj-lloj ushqimesh. Edhe normalisht kjo ka nërë pak edhe në dëmton, se 3-4 orë, 15 orë pa ushqim, edhe ulesh në sofrën e iftarit e ki ushqim të madh, ka nërë të jehup sensin e kontrollit edhe të pron me ushqim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë me bo iftar me hurmat njoma, hurmat taze. Nëse s'ki hurmat taze, me hurmat thata. Nëse s'ki hurmat thata, me glënk ujë. Edhe ky rend është më i miri që duhet respektohet. Besimtari do të qel iftarin e vet me një hurm taze. Me herët të nas ka pas hurma, po flas para 3-40 viteve, 50 viteve, edhe janë munduar muslimanët me kompenzu hurmën me llokum. Edhe kanë tentuar domethënë me amël faktikisht. Mirë po, në atë kohë s'ka pas edhe shumë studime shkencore që janë bërë kësaj porosie pejgamberike, që pastaj ndërkohë do thotë është analizuar edhe më detajisht kjo porosi dhe është nënkuptuar se edhe sheqeri gjeneralisht, po hurmën veçanti e ndihmon besimtarin e uritur me agjërim asaj dite që të mos e tepron me ushqim. Se sheqerinat janë për gjërave të para që tretën, edhe kur të hanë një hurm, jep trupit tanë sheqer i cili tretet me njëherë dhe fillon me i dhonë informata lukthi trunit tanë se kam fillu me marë ushqimet e nevojshme, sheqerinat, mineralet, kripnat e kështu me radhë, dhe ti s'ki nevoj me tepru me ushqimet tjera pastaj. Edhe këtu den shesh ajo mrekullia e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka parapri argumenteve ose analizave shkencore dhe më shekuj me radhë më një kohë kur ka qenë e pamundshme edhe të verifikohet shkencarisht, po edhe të artikulohet, sepse do të ishte e pa kuptimt në atë kohë me tregu që këto detaje që i tregojmë na tash. Andaj është sunet që të fillohet me hurm taze, nëse s'ka mundësi atëherë me hurm thatë. Fatmirësisht tani edhe kjo është prej gjërave që ka ndryshuar tregu jonë për Ramazan, vite me radhë ka domethënë në 20 vitet e fundit është mundu me u furnizu me hurma. Nuk ka mungesë të hurmave. Po, mirë po tash do thotë ka ndodhur një zhvillim pozitiv edhe më i madh, tani kanë filluar me ardhur edhe hurma cilësore. Me herët do thotë ka qenë mungesë e hurmave sepse nuk prodhon vendin tonë, është dashur mi pru prej lindjes mesme. Edhe tregtarët normalisht janë mundu me pru hurma më të lira pa marrë parasysh cilësisë. Edhe një kohë gjatë jemi bombarduar me hurma nga Irani që nuk kanë ndonjë kvalitet edhe cilësi. Po kohën e fundit fatmirësisht tregu është i mbushur me hurma do thotë nga lindja e mesme, qoftë nga Jordania, qoftë nga Tunizia, qoftë nga Saudia, qoftë nga vende tjera, dhe janë hurma cilësore domthonë. Edhe janë hurma sukeri apo? Po, sukeri është një prej llojeve sepse hurmat janë me qindra lloje. Po. Mirë, njëra prej asaj që ka deportuar në treg tëna është hurma sukeri, të cilën fatmirësisht tash e gjen në tregjet tona me sasi të mjaftueshme, edhe besimtarët domthonë tash mund me fillu tamam me një hurmë të njohur, e cila marrë domethënë në frigorifere për ta marrë atë njohësinë, dhe hurmat që janë të shëndetshme dhe janë të begatshme nuk ka asnjë farë dileme. Në mënyra më e mirë është kjo, pas kësaj, pas hurmës, pastaj do thotë mundesh me e fillu me hangër ushqimin tjetër, ama është mirë me fillu me hurmë për këtë arsye domethënë edhe për shkak sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka sevapin. Gjë që shpërblehesh. Po, sigurisht që ka sevapin e vet dhe shpërblet njeriu për të. Dhe e dyta për shkak efekteve pozitive në shëndetin e njeriu që të mos e tepron me ushqimin e iftarit nga uria e madhe që ka gjatë ditës së agjerimit.